Receta për sot është musakaja greke, e përgatitur sipas mënyrës sime, që del tepër e shijshme dhe është e thjeshtë në përgatitje. Për këtë recetë kam përdorur rreth 300 gram mish të grirë. Më pas i hedh 2 deri në 3 lugë vaj ulliri. E kavardis pak me vajin e ullirit dhe më pas hedh një kokër qep. Kavardisi mishin bashkë me qepën derisa qepat të ndryshojnë ngjyrë. Më pas do të hedhim një lugë salcë domate. Do të hedhim 4 domate mesatare, të cilat më përpara i kam hequr lëkurën dhe i kam ngrirë imët. E kavardisim për pak minuta. Më pas do të hedhim krip, piper të zi dhe rigon. Hedhim gjysmë gotë të ujë. I vendosim kapakun dhe e lëm të ziej për disa minuta derisa qepa dhe domatja të jenë zbutur. Ndërkohë do të marrim 2 patlıcan, të cilat unë i kam prerë holl, do t'i vendosim në një tavë. Unë në fakt patlıxhanët nuk i skuq, por i vendos të piqen në furrë me pak vaj ulliri dhe pak krip. Në një tavë tjetër vendos patatet, të cilat gjithashtu i kam prerë holl. Kam përdorur 2 kokra mesatare. I lyej gjithashtu me pak vaj ulliri dhe i hedh pak krip. I vendos të piqen në furrën e parangrohur me 200 gradë për rreth 15 minuta. Ndërkohë që perimet piqen, do të vazhdojmë me përgatitjen e beshamelit. Për beshamelin na duhen rreth 50 gram gjallë, të cilin do ta shkrim. Më pas në të do të hedhim 3 lugë miell. Miellin do ta skuqim derisa të zverdhet pak dhe të lëshojë atë aromën e mirë të skuqjes. Më pas do të hedhim rreth 800 ml qumësht. Do ta përziejmë vazhdimisht derisa masa të trashet dhe të fillojë të ziej. Do t'i hedhim pak krip dhe pak piper. Pasi beshameli të jetë gati, do të vazhdojmë me përgatitjen e tavës. 2 lugë të beshamelit do t'i hedhim tek masa që kemi përgatitur me mish të grirë. Ashtu patatet dhe patlıxhanët janë të pjekur tashmë, do të fillojmë të shtrojmë. Në fillim unë shtroj një shtresë patate.
Pastaj hedh masën që kam përgatitur me mishin e grirë. I hedh pak djathë Gouda, por ju mund të hedhni edhe djathë kachkavallo ose mozzarella nëse dëshironi. Pastaj vazhdoj me shtresën tjetër, të cilat janë patlıcanët. Vendos patlıcanët dhe sërish vendos gjellën sipër. I hedhim sërish djathë Gouda. Këtë tavë kam përgatitur me 3 shtresa. Shtresa e fundit janë patate dhe patlıcan të përzira. Më pas kam hedhur beshamelin dhe sipër beshamelit kam hedhur djathë Gouda. Do ta pjekim në furrën e parangrohur me 200 gradë për rreth 25 deri në 30 minuta. Pas 30 minutave receta është gati, është një recetë me të vërtet tepër e shijshme dhe e thjeshtë për të përgatitur. Nëse e provoni ju bëft mirë dhe nëse video ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit që më ndoqët.